Vendosa që unë nuk kam me hek më ambulesën. Edhe po më thojnë heke, thash ja, kom vendos. Tash prej shtëpis deri në xhami, mu ka dok që po man dikush para durve. Thjesht mu ka dok që jam tu hec nëpër rrugë. Kom pas shumë ndërhyrje prej jashtë. Kanë thonë për shembull shoqënia pse a e din ti që ke mujt me mri edhe pak me këto ja nej. Ka qenë dita më e lumtur e jetës time kur ne kum lu mbulesën. Fikson desha me pyet çu shkon ajo dita e jote kur ti vetë që ke marrë vendimin për me u mbulu. Se vetë ju na kena edhe familjar, për shembull, secili prej neve kena familjar që e praktikon fenë islame dhe ndoshta me vite me radhë janë graqeve që bojnë, po hala nuk i ka ardhur kismeti që shtojnë ana me vnu shamin. Ç'është ke për ty ai moment? Arianit, unë mbulesën e kom mendu kohë gjatë. E kom mendu ndoshta qysh prej fëmijë. Po e kom mendu veç tërthorazi, më ka ardhur në përmendje dhe më ka ik. Gjithmonë e kom pas një potencial për me kry një shkollë një herë, me u bë dikushi, edhe jo që se kom mendu me e zhvillu paralelisht që të ndjenjën e mbulesës, po thjesht kur unë e kom ndi veten të gatshme, kur unë e kom një emocionin tem që është pjek, atëherë kom vendos. Ka qenë Ramazan, në fakt ka qenë kur u vdiq nana, unë veç u theva emocionalisht, i pat kogja do mbulesa që i rujsha që aty, ja u bëj qarën, thësha, ndërdia jam e lyp keni diçka një përgjigje tjetër, po thjesht nuk kisha hala e gatshme. Në muajin shkurt pata vendos, se ish Ramazanin muajin maj. Po unë paraprakisht vendosa që unë nuk kam me hek më ambulesën. Do me thonë e binda veten që unë kom e ndryshu. Ta shka ndodhke. E blesha gjithmonë një tesh, një ropë që ish ma e gjanë që mu përshtatke me mbulesën, e zavendësojsha me diçka që jam të e vesh momentalisht. Edhe fillova me praktiku qëto. Zakonisht dhe kur jam kom për ambulesë, nuk është që jam vesh shumë në mënyrë provokative, vetë natyrën e kom pas që ashtu. Edhe fillova gradualisht mi zavendësu robat. Zavendëso diçka me diçka. Edhe na muslimanët e njohim muajin e Ramazanit që është më i fortë besimi. Flitet, edhe është e vërtet që shejtani lidhet në zinxhir, edhe disha që nuk ngacmon. Edhe thash du m'ja bë 8-2. Du m'ja bë 8-2 edhe vendosa, do me thonë, na fillojmë taravit një natë para se me fillu agjerimin, si që ashtu shkon praktika. Unë e vendosa mbulesën edhe i fala 2 rekate namaz me bon jetin, edhe unë nisa për me shku në xhami. Edhe po më thojnë heke, thash ja, kom vendos. Tash prej shtëpis deri në xhami, mu ka dok që po man dikush para durve. Thjesht mu ka dok që jam tu hec nëpër rrugë. Tepër ndjenje lezetshme, tepër ndjenjë që unë isha shumë e pafajshme. Unë isha njeri më i lumtur në botë. Sot e kam gjatë krenari, sot e mbaj me shumë krenari mbulesën. Nuk ka pengu asnjëherë mu si person, thjesht kom vendos, është vendimi jam. Kom pas shumë ndërhyrje prej jashtë. Kanë thonë për shembull shoqënia pse a e din ti që ke mujt me mri edhe pak me këto ja nej, po nuk më kanë bërë përshtypje, për shkak se vendimi jam edhe që ajo fuqia që mu ma dha Zoti u kon shumë ma e madhe se krejt rrethana tjera që am kanë ardhur përballë. Krenarinë e njëjtë e kam edhe sot, edhe dhash Zoti që kushdo që ka veç pak intuit për me bo qëtë punë, ju kisha thonë gutuni se është për një mendje një ma e mirë. S'pjajnë bëna i kërku. Jo, ta Mos të më kesh kupton kërkush, sinqerisht se thjesht mundën me thonë edhe po bën thirrje, jo, nuk bëj thirrje. Unë kam qef me pas secilin femën me një mbulesë për shkak të ndjenjës. Ndjenja është ajo që e bën mua mirë, amo jo imponim. Islami është paqe. Momentin që ti e konsideron veten që je e gatshme me bo diçka. Po flas edhe për martesën, po flas edhe për me marrë një vendim tjetër të jetës. Momentin që ti e konsideron veten që je e gatshme me bo diçka bëje. Jo me i ndëgju tjerë dhe me të thonë ata që duhesh me bo pa tjetër jo. Absolut.